bo mirë ajo krem. Po tash do me thonë që... Patjetër. Mos e merr personale, tash ne jemi të fol aspektin e përgjithshëm, por masi jetin studiu po drejtohen aty. Mos ta ndin zotrim. Çato produkte për shembull që i merr ti si reklam për mi reklamu produktet e caktume. Ai një paraprakisht, ai ke ble ndonjëherë, edhe ai kishe ble pati propozu ai që don me bë reklamën, ai sponsori. Më ka ndodhë që kom bo për shambull reklame dikon edhe u konë san që kom përdorë shambull nështë 2 muaj përpara ose 3 pëden, sa unë të paktën nuk e bëjnë ai bashkëpunim me dikon, veç sa për mi morën e do lojka, do viewsa, me menu njerës që unë pikam krejt sanët shumë perfekt në dorë, pëden, edhe nuk është që unë veç sot për bëj një bashkëpunim me dikon që shqetësej ka porzit edhe pjo thom njerëzve blene, bën një kështu. Një reklam 30 sekundshë e një influencer, veç po ta shpjegoj ndikimin që shën të usil sanet, ose e ngrit ose e bjen biznesin. Në më thonë ti nëse dele e bën një reklam të një biznesit, ti ki me ngrit atë biznes. Po nëse dele dhe thu ti, nëse ki influencer të madhe, son së